Sot në studio kemi dy mysafir shumë të veçantë që na sjellin histori frymëzimi, përkushtimi dhe shumë sukses. Bëhet fjalë për një djalosh i cili është vetëm 10 vjeçar, po tashmë i madh edhe në arritjet e tij është Jusuf Zaimi, i cili brenda vetëm 4 javësh ka fituar 4 medalje të arta në Kosovë, në Bullgari, në Poloni dhe në Slovaki. Ajo është shembull i vërtetë se me pasion, punë dhe disiplinë çdo ëndër e yna bëhet realitet. Por me Jusufin kemi edhe njeriu që ata e ka udhëhequr, e ka frymëzuar dhe e ka mbështetur në çdo hap, trajnerin e tij Jasinin, i cili me përvojën dhe përkushtimin e tij ka ditur të nxjerrë në pa potencialin e këtij djaloshi që e kemi afër. Mirëmëngjes dhe faleminderit që na bët krenar fillimisht. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Jusuf. Mirëmëngjes. Ma thuj se si u ndive ti kur i fitove 4 herë medaljet e arta. Kur fitovën 4 herë medaljet e arta, u ndihesha shumë mirë dhe shumë i lumtur. Po, a e presje? Jo. As pak. Si e ke përjetu faktin që Jusufi për 4 javë me radhë u bë edhe me medalje të artë? Okej, të parën, po 2-ën, 3-ën, 4-ën e prisje? Po me të vërtet për neve si trajner edhe si klub është me të vërtet një emocion dhe na bën të ndihemi shumë krenar pasi që ai mundi, sakrifica që ne japim për sportistat e ri, gjithmonë na shpërblehet me medalje nga arena ndërkombëtare ku nëpër turne mjaft të fuqishëm evropian ku edhe prej atje na kthehen me medalje. Jusuf, më thuj, cilat nga garat ishin më të vështira për ty? Gara më e vështirë me mua ishte në Bullgari. Pse? Sepse mundësi në Bullgari ishte shumë i fortë. Apo? A kur ke filluar të merresh ti me mundje? Prej moshës 6 vjeçare. E dim se dhe vëllau yt është po ashtu një mundës, a i ke pa hapat e ati? Dhe ke dashur edhe ti të futesh në këtë sport. Si ndjehesh kur je në tapet përballë kundërshtarit? Në këtë rast shembull në Bullgari, si ndjeheshe? Shumë i emocionuar. Dhe largove gjithçka nga koka yte dhe fillove të japish maksimumin nga vetja. Po. Çka e dallon Jusufin nga sportistët tjerë të kësaj moshe specifikisht? Jusufin, pasi që në stërvitje kemi edhe 40 garues tjerë sikur Jusufi, por mendoj që interesimi shumë i madh që ka për sportin, për kushtimi i tij, për qëndrimi që është shumë i fokusuar në trajning, që çdo ditë dëshiron të bëhet më i mirë se sa ka qenë, edhe mendoj që ky përkushtim i madh i tij, si dhe interesi që ai jo vetëm që në stërvitje, por ai gjatë gjithë kohës mirret me sportin e mundit, si në shtëpi, nëpër derisa moshatarët e tij luajnë lojra, ky vetëm i përcjell ndeshjet e garuesve që janë kampion olimpik para disa viteve, ky çdo ditë vetëm ka interesim shumë të madh për sportin e mundit. Dhe ndoshta mëson ashtu metoda. Mëson edhe metoda dhe për çdo ditë unë e shoh në stërvitje ai provon diçka të re. Kjo është interesimi i madh nga ana e tij. Për një 10 vjeçar, ta themi. Për një 10 vjeçar që me të vërtetë është një talent shumë premtues. Ne sikur Jusufi kemi edhe disa po të tjerë, por interesimi shumë i madh i këtij djaloshit besoj që gjithë kombi jon do të ndihet krenar në të ardhmen. Pak më herët më tregove se për 4 vite që ky ushtron asnjëherë nuk ka munguar dhe është shumë i përpik dhe për një djalosh që nga mosha 6 vjeçare deri në moshën 10 vjeçare të tregon aq interes dhe aq seriozitet është pak e befasueshme. Ndërsa Jusufi asnjëherë nuk mungon, është gjithmonë i përkushtuar gjithmonë aty, apo? Për 4 vite që ne sa e kemi klubin ton, mund të them me bindje se Jusufi nuk e dia ka munguar një herë brenda këtyre 4 edhe nëse ka pas ndonjë lëndim të vogël, ai nëse ka pas ndonjë lëndim në krah, ai ka ardhur e ka mbaruar vrapimin. Të paktën diçka tjetër ka bërë. Ka bërë diçka, ka qenë aktiv dhe nuk ka munguar kurrë në stërvitje. Jasin, si është punosh me një 10 vjeçar, po me mendje fituese? Është me të vërtet e vështirë, pasi që ne duhet të kujdesemi që t'i motivojmë, që t'i përgatisim për çdo garë, po duhet t'ia përcjellim edhe kundërshtarët, se ka ndonjë kundërshtar që nuk është i përshtatshëm për stilin e Jusufit dhe ne para çdo gare, para çdo ndeshje, ne duhet ta përgatisim që Jusufi të arrijë deri tek fitoria, po edhe gjithë moshatarët e Jusufit që janë në stërvitje, ne për çdo garues ton duhet i përcjellim kundërshtarët e tyre me çfarë garojnë,
është edhe vështirë pasi që ne tani po vetëm se marrim pjesë edhe në për gara ndërkombëtare si në Poloni, në Bullgari, ishim edhe javën e kaluar, po edhe në Slovaki, ku kemi kundërshtar që me të vërtet një shtet jurim mbrapa, ku financohen sportistat e ri, sidomos kanë ku shtetet e fuqishme evropiane që janë ative jurin mbrapa, kanë kushte shumë më moderne, shumë më të mira, po ne me mundësit tona po japim maksimumin që edhe ne të është probleme me medalje nga arena ndërkombëtare. Ne ndoshta mundësit nuk i kemi, po i kemi djelmoshat të cilët vinë me medalje këto. Qëfar dëgjon kur e dëgjon, qëfar ndjen kur e dëgjon himnin shqiptar, flamurin shqiptar kur ishe? Unë jam shumë i lumtur sepse ngrim flamurin kombëtar e tjerë. Cili është momenti më i bukur në këto gara? Kur je ndje mas mirë, kur je ndje ma mirë me veten në këto gara që të katërta, për 4 javë që i ke pas? Në Slovaki. Në Slovaki? Pse pikërisht në Slovaki? Çka e boni më të veçantë në Slovaki? Sepse ishte një shtet i bukur. Pa? Edhe u bëra i parë. Apo? Të lumt pra. Ka edhe shkollën. Si arrin ta balanconi stërvitjen dhe shkollën me pushimin e tij? Po ne i kemi rregulluar atë pjesën e stërvitjeve që është në mbrëmje, kurse këta në shkollë janë në mëngjes, kanë kohë edhe të lirë brenda ditës që të mësojnë, që të përgatiten për në shkollë, pasi që primara është gjithmonë shkolla, kurse sporti duhet të jetë e dyta. Jusufi është edhe nxënës i mirë, gjithashtu Jusufi këtë garë në Slovaki ka garuar edhe me moshatarët më të mëdhej se ki, ato ishin viti 2010 deri në 2012, Jusufi është viti 2015. Nuk janë pak 3 vite. Për një fëmijë me të vërtet është shumë dallimi i madh në moshë, po Jusufi me të vërtet për momentin nuk po njeh konkurrencë dhe po e dëshmon që është talent i rrallë në sportin e mundjes. Sa herë në javë bën stërvitje? 5 herë. 5 herë në javë. Ka sa orë? Ka 3. A ke ndonjë ushtrim të preferuar? Po. Cili? Mulli. Çka është ajo? Ato teknikat e mundjes, çdo teknike ka edhe emrin e vet që ka mbetur prej të kalumës. Unë i pash do rrothullime shumë interesante që i bën te Jusufi. E ke të vështira ti bësh ato? Jo. As pak. Më thuj, qëfar situata keni hasë më shumë gjatë garave ndërkombëtare? Keni pas vështirësi, keni pas sfida, se normal, e potencove dhe pak ma herët, nive i kemi ndoshta si klub kushtet pak ma dopta se vendet ku ju shkoni edhe të garoni, po që prapë se prapë ajo nuk ju ndalon juve, ta jepni maksimumin, ti pregaditni sa më mire dhe mundësi dhe të ktheheni nga çdo vend që shkoni me nga një medalë. Po, është me të vërtet e vështirë, pasi që ne duhet të kujdesemi edhe për udhëtimin, si për fluturime, gjithashtu për çdo javë ne kemi harxhime që shpenzojmë me të vërtet shumë, pasi që udhtojmë për çdo javë, edhe është e vështirë pak për neve si klub, pasi që mbështetja e shtetit në sportin tonë është pak e dobët. E zbehet të themi, po. Po me mundësirë, me donatorët, me ndihmën, me përkrasit, me adhuruesit e mundjes, ne ja dalim dhe shpresoj që në të ardhmen të korrim edhe suksese më të mëdha, pasi që me të vërtet kemi, është rrethi jonë, me të vërtet është i lindur për sportin e mundjes dhe kemi fëmijë shumë të talentuar, vetëm se duhet dikush ato ti merë dhe ti udhëheq drejt suksesit, se më mirë është të miren me sport, çfarë do lloj sporti ajo se sa që të na mbesin rrugëve dhe fiks. Kur jemi te ajo që mos na ngelin fëmijët të rrugëve edhe normalisht të vazhdojnë të punojnë, si i motivoni, çfarë metoda është përdorni për motivimin e të rinjve, sepse jemi duke pa që numri sa më shumë po shtohet, përpos që shtohet numri i atyre që ushtrojnë, kjo shtohet edhe numri i medaljeve dhe çmimeve që merrni nga çdo garë që shkoni. Po garën e fundit që ishmi në Poloni, ne morëm pjesë me 4 garues, 3 prej tyre u kthyer me medalje të artë dhe një garues pati vetëm një humbje u shpall edhe i treti në atë garë. Po
Pa tani edhe prezentimi, reklamat që i shpalosni ju si mediume, edhe ka interesim për çdo ditë më të madh, por ne i motivojmë ato pasi që çdo kush që vjen atje kur ato e shohin shokun e ekipës në trening që kjo është kthyer me medalje, edhe ato çdo kush ajo është një si xhelozi pozitive. Mund të themi thotë nëse ky ka arritur deri tek medalja, pse mos mirem edhe unë me sport nesër që edhe të tjerët të ndihen krenar me mua. Kjo është një mënyrë ne si motivojmë ato që vinë prej në fillim, kurse ato që vinë që kanë interesim, ne i motivojmë që më mirë është që të miren me sport se sa të edhe për gjendjen e trupit të tij, po edhe shëndetit, që më mirë që të miren me sport. Jusuf, kush të mbështet më së shumti kur garon? Trajnerat dhe shokët. A si ndihesh kur të përgëzojnë, kur të japin urime dhe kur të mbështesin familja, trajneri pas fitoreve? Shumë mirë. Ke pas frikë nga trajneri nëse rastësisht humb? Pak. Po, më thuj si është sheh të ardhmen e Jusufit, pasi që është një talent i papërshkruar, i paparë, ndoshta vite me radhë, si e shohim të ardhmen e Jusufit ne? Prej Jusufit me të vërtet pritet shumë, pasi që edhe në për garat që kemi marrë pjesë, unë kam takuar trajner që kanë nxjerrë kampionat olimpik, kampionat botëror, kur i kam pa lëvizjet e Jusufit, teknikën e Jusufit, ata me të vërtet kanë ardhur dhe mua më kanë paralajmëruar që të keni kujdes shumë të madh ndaj këtij sportisti dhe të kujdesni pak më shumë dhe të ruani pak më mirë, pasi që me të vërtet pritet që në të ardhmen të jetë edhe kampion bote, kampion olimpik, dhe duhet me të vërtet të kujdesemi pak më shumë, neve si klub dhe japim maksimumin, edhe nga ana e familjes besoj që është ashtu, po shpresoj që në të ardhmen edhe institucionet të vedisohen dhe të përkrahin, se me të vërtet gjithë populli jonë të ndihet krenar, pasi që trajnera me të vërtet që kanë nxjerrë kampiona olimpik të vinë edhe të këshillojnë për kur i kam parë lëvizjet e këtij nuk është e rastishme. Po, fiks. Ku jemi te motivimi, a mendon se sukseset të Jusufit do t'i motivojnë fëmijët tjerë dhe do t'i nxisin edhe ata t'i bashkohen mundjes sa më shumë? Mendoj që po, pasi që edhe çdo fëmijë ka një ëndër, dikush e ka në sport, dikush e ka në një lëmi tjetër, po kur ta shohin që Jusufi për çdo javë kthehet me medalje, ndoshta edhe ajo është për çdo javë edhe udhëtime, nuk është vetëm se është një garë këtu në Maqedoni. Janë jashtë në vend të ujë, po. Jusufi vetëm këtë vit ka vizituar mos thon, po 5-6 vende evropiane, ishte në Paris u shpall kampion, në Poloni u shpall kampion, në Slovaki u shpall kampion, në Bullgari u shpall kampion. Në çdo garë që nuk kanë fund. Nuk kanë fund. Jusuf, më thuj, a ke ndonjë idhull në sportin e mundjes? Po. Kë? Mavlev Batirov. Është ndonjë mundës? Është një mundës nga Rusia, nga Dagestani, ku është shpallur 2 herë kampion olimpik. Është një ndër sportistat më të mirë në sportin e mundjes të gjitha kohrave. Edhe Jusufi mendoj që inspirohet prej atij. Një të dytë të tij. Çka mendon se të bën më të mirë për të fitu? Forca apo mendja? Se ka teknika, apo? Mendja, por edhe ndonjëherë forca. Cilat janë teknikat më interesante që jetu ushtrumi i pregadit? Mulli. Okej. Cili ka qenë momenti më i vështirë gjatë rrugës së Jusufit deri në arritjes së medaljeve? Momenti më i vështirë. Ndoshta do e veçojmë vetëm punën e përkrahjes financiare të shtetit? Ajo është për sa i përket tonë dhe trajnerit Bunjamini, në treninget tona japim maksimumin. Mendoj që më e vështira është menaxhimi i udhëtimeve, cilën garus ta dërgosh tek turne, cilën garus ta ashtu, pasi që jo gjithmonë ka kategori për garus më të vegjël, pasi ato shtetet evropiane më shumë janë të fokusuar tek grup moshat pak më të mëdha. Dhe ne do t'i dallojmë ato cilat turnik mundemi që të depërtojmë me mundësat se prej cilit turne
garuesit tonë mund të fitojnë përvojë, se nuk ja vlen për që ta çojmë një garues tonin në një turne që në Rusi për shembull, për një garë dhe të kthehet. Neve na intereson që mbrenda asaj gare që garuesit tonë të fitojnë përvojë, të kenë minimum 4 ndeshje në atë garë dhe që të fitojnë eksperiencë sa më shumë që për në të ardhmen t'ju shërbej. Ta kenë edhe më të lehtë, po. Më thuaj se është e vështirë me fëmijë të cilët janë larg prindërve, ju jeni atje prindër, mik, shok, vëlla, trener, gjithçka. A marrin nostalgji për prindërit apo as pak janë të fokusuar drejt lojës dhe janë aq të disiplinuar? Në për gara, kur qëndrojnë vetëm 2 ditë, atëherë janë të fokusuar shumë në garë, kurse kur kemi përgatitje, shembull disa javore, atëherë me të vërtet, po tash me përparimin e teknologjisë, i kemi afër, vetëm mund të shifen në kamerë. Po, një mesazh prindërve për fëmijët e tyre, të cilët kanë hamendje drejt mundjes, po janë shumë të talentuar në sport. Cilin mesazh dua jepje prindërve? Sidomos rrethit ton, prindërve që me të vërtet sporti i mundjes që ndihmon për çdo aspekt, si nga aspekti fizik, si nga ana që është një disiplinë me të vërtet që një sport që kërkon shumë disiplinë dhe shumë përkushmëri, unë ju i kisha këshillu të gjithë ato që mos mendohen pasi që muskujt e një sportisti, sidomos një mundës, janë me të vërtet forcohen atë shumë se që edhe mos dikush mendon jo se do lëndohet. Lëndimet janë kryesisht. Po, qofse e shohim atë përqindjen sa lëndohen, është më shumë lëndohen sportistë atjerë se sa ajo është e vërtetë. Në mundje. Po, pasi që me të vërtet kanë ushtrime shumë të forta në aspektin fizik dhe është shumë më e vështirë që të lëndohet krahu i një sportisti që është mundës se sa një garues tjetër që është. Jusuf, thujëm çfarë ndron për të ardhmen tim? Që të bëjmë kampion olimpik ose kampion botëror. A çfarë mesazhi do ju jep fëmijëve të moshës tënde që duan të merren me sport, shokëve? Të merren me sport sepse sporti i largon nga rruga. Edhe tjerë. Çfarë synimesh ka Jasini për pikërisht për Jusufin, po edhe ju si klub, sepse pak më herët më tregove se javën që vjen keni vitse më aktivitete të ndryshme, cilat janë planet? Pra javën e ardhshme neve na pret edhe kampionati ballkanik. Klubi jon do garon me 3 garues në grup mosha deri në 15 vjet, ku shpresoj që të kthehemi me medalje, unë pasi që do udhtoj me garuesit me reprezentacionin e Maqedonisë, ku shpresoj edhe gjithë reprezentacionit që të nëpërmjet kësaj gares të marrim më shumë medalje dhe të kthehemi me rezultate më të mira. Po, janë të përgatitur. Shpresojmë pak edhe të fati, pasi që kampionati ballkanik ka me të vërtet shtete të fuqishme siç janë Turqia dhe Bullgaria, kanë garues të mirë, ku shpresoj që Rumunia dhe Moldavia dhe ato kanë mundës të mirë, ku shpresoj që nëpërmjet fatit në short, besoj që do arrim edhe medalje. Jam e bindur se nuk do kthehemi pa medalje nga atje. Unë ju uroj jashtëzakonisht shumë suksese. Jusuf, ty uroj shumë suksese. Kemi bë marrëveshje me Jusufin që në sekondën që do të shpallet kampionat olimpik, apo do vjen vetëm në emisionin ton dhe do jetë intervista ekskluzive për emisionin ton, apo? Ashtu pra, deri atëherë të urojmë shumë suksese. Këto 4 u bëfshin 8, u bëfshin 16, 32 e kështu me radhë, sa më shumë na bëfsh ne krenar, trajnerin krenar, familjen krenar dhe padyshim mos u dorëzo asnjëherë nga ëndrat tua, sepse në fund do vlerësohet puna jote dhe do arrish atë që ti dëshiron. Jasin, faleminderit shumë, të uroj jashtëzakonisht shumë për punën që e bën të pandalshme drejt mundësve të cilët disa herë kemi pas të
të secili prej ty, secilit sa më shumë ka medalje, sa më shumë ka arritje dhe motivimin që ua jep pikërisht fëmijëve. Nuk është e lehtë të punojsh me fëmijë, të jesh në të njëjtën kohë edhe mik i tyre, edhe trajneri i tyre, të përuroj për këtë punë, se në fund të ditës, prindërve të cilët besimin e kanë drejt teje, ti ua kthen atë me mirënjohje, ua kthen me medalje dhe padyshim bën të pamundurën për fëmijët tanë. Faleminderit. Faleminderit edhe nga ana juve, që çdo herë i shpalosni rezultatet e klubit ton. Faleminderit.